ky hajdut i shpifur, më i keqi, më i madhin historinë e kombit shqiptar, që përpiqet tani nëpërmjet altoparlantëve të tij të justifikohet se 50 milion euro të qytetarëve shqiptar i bëri kurban si detyrim ndaj presidentit Erdogan për apartamentet që ndërtojnë në Laç dhe që duhet shprehur mirënjohja. E kuptoni ju? E kuptoni që kjo është hajdut ndërkombëtar, nuk kuptoni se dëshmohet një hajdut ndërkombëtar? E vërteta është se duke ngritur akuzën në minimumet e ligjit, prokurori nxori lakuriq para shqiptarëve Edi Ramën. Ja pra ku janë. Ja ku është bërë deali. Ja ku po studion kontratën. Ja, sultanë. Me sultaneshën. Dhe ka paturpsi dhe paftyrsinë të shkruaj se kisha e bëra si detyrim ndaj apartamenteve. Asnjë lidhje. Asnjë lidhje. Ato ishin dhuratë të takspaguesve turk për të cilë shqiptarët janë mirënjohës. 1.400.000 euro janë ndihmë gjermane nga 87 gjerë sot. 1 miliard, më falë, 1 miliard. Mbi 1 miliard janë ndihmë italiane, por nuk ka ndodhur kur. Po, mikut parterit i bën një favor, por jo në kurriz të parave të takspaguesve tu. Dhe jam i sigurt që s'ka asnjë lidhje. Janë që të gjitha të vjedhura nga Edi Rama dhe bishtat e darrave nga Lubi Balluku. E thot ajo. Ajo duke pas se ky është një disgraciato, e qunë mesazhet e saj pallosh i gjatë. Një denigrim total, imagjinoni, zëvendës kryeministrja kryeministrit. Kjo është gjuma që përdoret në qeveri të dashur qytetar. Sepse ajo ka pa, saj s'ka as kod as moral, po vetëm të vjedhi. Dhe i ka zhytur ata në krime. Në qoftë se s'do të nërhyjnë të aju, Lubia nuk do mund të imagjinonte, jo të nëmirte, por nuk do mund të imagjinonte të firmoste për 50 milion euro, që në fakt kanë shkuar 80-90 tani, sepse është dyfishuar kjo shumë më vonë, më shtrejt. Pra tuneli nuk ka kushtuar 180, por tuneli ka kushtuar të paktën 220 deri 230 milion euro. Ta dinë shqiptarët këtë. Ja pra. E kanë hequr të dy nga Facebooku. Me vrap. Të kesh këtu këtë dyshë dhe të thuash se i ka vjedh Lubia, mashtron veten.
Po merrni pak gjokën ju. Me gjoka është sponsori kryesor dhe krenar i Olsi Rams. Ju e dini këte. Ata nuk e fshehin të, e ekspozojnë kudo. Prandaj edhe gjoka u lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimëve, po këta s'kan ligj as moral. U lejua në kundërshtim me ligjin e prokurimëve, pasi nuk u shpall fitues në tender, të jetë nën kontraktor. Ta ndërtoj tunelin, por natyrisht 50 milion euro, ti marrë Rama, dhe ca thërrime, disa milion, ti ndaj dhe me Lubin. E njëjta kompani turke është kompania e aeroportit të Vlorës. Përpiqet ta mbyllë për aeroporti Vlorës për qytetar shqiptar është akoma me i rënd për taks paguesit se sa tuneli Llogaras. Sepse aeroporti Vlorës, Edi Rama ka firmosur kontratën që do i paguaj vetës ti, Gjoja Pacollit, 140 milion euro 10 vite para për biletat munguara. Ka krim më të shëmtuar se kjo. Në një kohë kur aeroporti për 10 vite para mund të ndërtohej me 1/3 e kapacitetit të sotëm. Dhe qytetarë shqiptarët mos pagurin asnjë bilet, as kërkujt. Dhe po të shtoheshin pasagjerët, do shtohej siç e njëjta praktikë që është ndjek me aeroportin e Tiranës. Pra, të dashur qytetarë dhe qytetare, unë mendoj se duke ngritur akuzën ndaj Belinda Ballukut, prokurori i çështjes ka ngritur akuzë ose ju ka autorizuar ju të ngreni akuzën më të fuqishme ndaj Edi Ramës. Ai, jemi të sinqert, nuk i mjaftuar me Elvis Berberin, as me Gjylin, as me Myzyrin. Jo. Ai shkoi, apo Yzeri që ky drejtor, Myzyri, koincidencë. S'po shkoj më tutje. Pra, me asnjërin prej tyre, nuk u mjaftua. Shkoj tek Sultanesha, tek Luvia, për t'i thënë çdo shqiptari se ky është Edi Rama. Se Lubia me fustan është Edi Rama. Burreci që i fshihet pas fustaneve të grave. Se qarë nuk do të alëshoj gojnë. Turp. E ka urdhruar, s'mund bëtë kur zëvendësi dillin 50 milion. Dilli është kryekëputje e Edi Ramës. Ndaj qytetar, gjithçka është e qartë para jush. Është fjala juaj. Është vullneti juaj. Por t'i dhanë vërdiktin përfundimtar këtij hajduti që kombi nuk e ka patur në gjithë historinë e tij. Jo, gjerë këtu
Pra, akta akuza lexon Belinda Balluku, por në fakt, moral, në germ dhe në çdo gjë është kundër Ramaduros, kundër Edi Ramës. Partia Demokratike do ngrihet të tëra. Ky shtet, që në pamje të parë, ky narkoshtet po shkërmoqet çdo ditë, jo qytetar të dashur. Ky po vjedh ju çdo ditë. Në qoftë se zgrihemi, ke njeri vjen tjetri, dhe ju do vjedhni gjithnjë më shumë. Rruga e vetme është të ngrihemi. T'i japim